vazhdojmë me punimet e seancës konstitutive, e cila duhet të përfillojë brenda afatit të mbetur prej 12 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të aktgjykimit. Të nderuar kolegë deputet, unë nuk kam pranuar ende propozimin nga komuniteti sërb, prandaj ftoj përfaqësuesin e komunitetit sërb të dorëzojë me shkrim propozimin e tyre për nënkryetor të kuvendit. Faleminderit. Faleminderit, unë po sa pranova propozimin nga përfaqësuesi i komunitetit sërb. Kjo do të protokollohet edhe në zyrën për parashtesa dhe gjithashtu ftoj përfaqësuesin e komunitetit sërb të bëjë propozimin e tij në foltore për nënkryetorin, kandidatën për nënkryetor të kuvendit. Faleminderit. Poštovani, kao što je navedeno u pisanom predlogu, 9 poslanika koji zauzimaju mjesta rezervisana za srpsku zajednicu predlažemo za potpredsjednika Skupštine u skladu sa Ustavom, Poslovnikom o radu i presudom Ustavnog suda 265/25 Slavka Simića za potpredsjednika Skupštine. Hvala. Atëherë deputet të nderuar, konstatoj se kemi kvorumin e mjaftueshëm. Lus deputetët që më ngriti dorë të deklarojnë për kandidatin e propozuar për nënkryetor të kuvendit deputetin Slavko Simić. Kush është për? Kush është kundër? Është mbani duar në gjatë, lutem për administratën. Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, votat janë si në vjen. Për 9 vota, 54 kundër dhe 42 abstenime, rrjedhimisht nuk i merr votat për të zgjedhur nënkryetor të kuvendit, prandaj ftoj edhe një herë përfaqësuesin e komunitetit sërb të bëj propozimin për nënkryetor të kuvendit.
Poštovani koristeći pravo koje nam pripada, kao što sam rekao prethodno navedenim aktima, Srpska lista predlaže još jednom gospodina Slavka Simića za mesto potpredsjednika i poziva kolege poslanike da glasuju za ovaj predlog. Hvala. Atë kolegë deputet, kur ne kemi, vazhdojmë, është i njëjti kandidati propozuar, pra kandidati Slavko Simić, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, votat janë si në vend për 9 kundër 54 vota dhe kemi 41 abstenime. Rrjedhimisht deputeti Slavko Simić prap nuk i marrë votat e mjaftueshme për të zgjedhur në kryetar i kuvendit, prandaj ftoj edhe një herë përfaqësuesin e komunitetit serb që të jap propozimin e rrogës. Faleminderit. Još jednom treći put predlažem gospodina Slavka Simića za potpredsjednika Skupštine. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, pranishin nisën 6 deputet në sol, vazhdojmë me votimin, edhe një herë deputeti Slavko Simić është i propozuar për në kryetar të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votat për herën e tretë për kandidatin Slavko Simić janë 9 vota për, 53 vota kundër dhe 41 abstenime. Rrjedhimisht nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur në kryetar i kuvendit për herë të tretë radhazi, prandaj ftoj edhe një herë përfaqësuesin e komunitetit serb që të bëjë propozimin e radhës të një kandidati tjetër, me qenë se është e zauruar, siç e ka thënë edhe gjykata kushtetuese, që mekanizmi deblokues po votimi 3 herë për secilin kandidat vlen edhe për kryetarin, edhe për nënkryetarët. Faleminderit.
Koristeći ustavno pravo, predlažemo da potpredsjednik Skupštine ispred srpskog naroda bude uvaženi profesor dr. Zlatan Elek, predsjednik Srpske liste čovjek od ugleda, dečiji hirurg i neko ko ima besprekornu profesionalnu ličnu karijeru. Pozivam vas da glasate. Të nderuar kolegë deputet, kandidati i rodhës i propozuar nga përfaqësuesi i Komunitetit Serb është Zlatan Elek, prandaj me ngritje dore ftoj deputetët për të votuar për kandidatin e rodhës. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, votimi për kandidatin Zlatan Elek është si vjen. 9 vota për, 52 kundër dhe 42 abstenime, rrjedhimisht nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur një kryetar, prandaj ftoj edhe një herë përfaqësuesin e Komunitetit Serb që të bëjë propozimin e rodhës. Faleminderit. Još jednom, kolege poslanici, imate priliku da izaberete najboljeg kandidata za potpredsjednika ispred Srpske zajednice, srpskog naroda. Dakle, predlažem profesora doktora Zlatana Eleka za potpredsjednika. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, kvorumin e kemi është kandidati i njëjtë për Zlatan Elek, prandaj me ngritje dore ftoj deputetët që të marrin pjesë në votim. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, votimi është në vend për 9 vota kundër 53 dhe kemi 42 abstenime. Rrjedhimisht kandidati Zlatan Elek nuk merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur një kryetar kuvendit për herën e dytë. Ftoj përfaqësuesin nga Komuniteti Serb të bëjë propozimin e rodhës. Faleminderit.
Još jednom pozivam sve kolege da glasaju za potpredsjednika ispred Srpskog naroda, profesora doktora Zlatana Eleka. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, kemi kandidatin e njëjtë, pra deputetin Zlatan Elek. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votimi për herën e tretë rodhazi për deputetin Zlatan Elek si në vjen. Për 9 vota, 53 kundër dhe 41 abstenime. Rrjedhimisht për herën e tretë nuk kemi votat e mjaftueshme për të zgjedhur një kryetor. Kështu që ftoj përfaqësuesin e komunitetit serb edhe një herë të bëj propozimin tjetër. Faleminderit. Sljedeći kandidat koga predlažem u dobroj veri da pokažemo svoju konstruktivnost jeste ugledni pravnik i sudija Ljiljana Stevanović, neko ko uživa veliko poštovanje u srpskom narodu i koja je radila dugo godina kao sudija i u korist svih građana. Pozivam vas da glasate za Ljiljanu Stevanović. Të nderuar kolegë deputet, për propozimi i rodhës nga përfaqësuesi i komunitetit serb, i propozuar nga shumica e deputetëve të komunitetit serb është Ljiljana Stefanović. Prandaj, me ngritje dorë ju ftoj që të votoni për deputetin Stefanović. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, votimi është si vjen. Për 9 vota, kundër 51 dhe 40 abstenime. Rrjedhimisht, deputetja Ljiljana Stefanović nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur një kryetor të kuvendit, prandaj ftoj përfaqësuesin e komunitetit serb të bëjë propozimin e rodhës. Faleminderit.
Još jednom pozivam da glasate za Ljiljanu Stevanović za potpredsjednika Skupštine iz reda Srpskog naroda. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, prapë kemi deputetin Ljiljana Stefanović si të propozuar, prandaj kolonën e kemi të mjaftueshëm, mund të vazhdojmë në votim. Ftoj deputetët që në ngritje dorë të deklarojnë për kandidatën e propozuar. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, rezultati për kandidatën Ljiljana Stefanović është si vjen. Për 9 vota, 50 kundër dhe 38 abstenime, rrjedhimisht nuk kemi votat e mjaftueshme që deputetin e fjalë të zgjedhur në kryetar e Kuvendit, prandaj ftoj përfaqësuesin nga komuniteti sërb të bëjë propozimin e rolës. Faleminderit. Još jednom za potpredsjednika Skupštine predlažem uglednu pravnicu i sudiju Ljiljanu Stefanović, pozivam vas da glasate za nju. Kemi propozimin e njëjtë për deputetin Ljiljana Stefanović, prandaj ftoj deputetët që me ngritje dore të deklarojnë për kandidatën e propozuar. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, votimi i tretë për deputetën Ljiljana Stefanović është si vjen. Për 9 vota, 49 vota kundër dhe 38 abstenime, rrjedhimisht deputetja Ljiljana Stefanović nuk ka marrur numrin e mjaftueshëm të votave për të zgjedhur në kryetar e Kuvendit. Rrjedhimisht është e zaruar mundësia për mekanizmi 3 herësh dhe ftoj përfaqësuesin e komunitetit sërb të bëjë propozimin e rolës të një kandidati tjetër. Faleminderit. Poštovani, sada predlažem koleginicu Vericu Čeranić
vrhunskom ekonomistu koja je dugo godina na čelu institucija koja pomažu srpskom narodu i koja zaslužuje da bude na mestu potpredsjednika Skupštine. Pozivam vas da glasate za Vericu Ćeranić. Të nderuar kolegë deputet, propozimi i Rodhës për nënkryetor të Kuvendit nga komuniteti sërb është Verica Ćeranić. Prandaj, ftoj deputetët që më ngritin dorë të deklarojnë për kandidatën e propozuar. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Rezultati i votimit për deputeten Verica Ćeranić është si në vijim. Për 9 vota, 49 kundër dhe 41 abstenime, rrjedhimisht kandidatja Verica Ćeranić nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur nënkryetarin e Kuvendit, prandaj ftoj edhe një herë përfaqësuesin e Komunitetit Sërb që do bëjë propozimin e Rodhës. Faleminderit. Još jednom po drugi put dajem priliku da razmislite, podržite Vericu Ćeranića za potpredsjednik Skupštine ispred reda srpskog naroda. Të nderuar kolegë deputet, kemi kandidatën e njëjtë, Verica Ćeranić, prandaj ftoj deputet me ngritje dorë të deklarohen për kandidatën e fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Rezultati i votimit është se në vijim për 9 vota, 51 kundër dhe 41 abstenime, rrjedhimisht kandidatja Verica Ćeranić nuk ka marrur votat e mjaftueshme për të zgjedhur nënkryetarin e Kuvendit, prandaj ftoj përfaqësuesin e Komunitetit Sërb që të bëjë propozimin e Rodhës. Faleminderit. I po treći put kandidat za potpredsjednicu Verica Ćeranić, pozivam vas da glasate. Për herë të tretë, plot kemi kandidatën Verica Ćeranić, e cila propozohet për herën e tretë, prandaj me ngritje dorë ftoj deputetët të deklarohen. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?
Rezultati është si më vjen: për 9 vota, 49 kundër dhe 43 abstenime. Për herën e tretë, deputeti Aceranish nuk merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur një kryetore të Kuvendit dhe realisht e zaurohet si mundësi. Prandaj ftoj përfaqësuesin e komunitetit serb që të propozojë kandidatën tjetër. Faleminderit. Još jedan odličan kandidat za potpredsjednika Skupštine, to je koleginica Miljana Nikolić, specijalista anesteziolog, dugogodišnji direktor Doma zdravlja koja pruža usluge svim građanima i u tom smislu zaslužuje mjesto potpredsjednika i da predstavlja srpski narod sa te pozicije. Pozivam vas da glasate za Miljanu Nikolić. Nderuar kolegë deputet, kandidatja e radhës e propozuar për kryetarin të Kuvendit nga përfaqësuesi i komunitetit serb me nënshkrimin e shumicës së tyre është deputetja Miljana Nikolić. Ftoj deputetët të deklarojnë me ngritje dore. Kush është për kandidatin? Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votimi për kandidatën Miljana Nikolić është si më vjen: për 9 vota, kundër 49 dhe kemi 42 abstenime. Realisht nuk kemi votat e mjaftueshme për të zgjedhur një kryetar të Kuvendit, prandaj ftoj përfaqësuesin e komunitetit serb të bëjë propozimin e radhës. Faleminderit. Još jednom ponavljam predlog doktorka Miljana Nikolić za potpredsjednika Skupštine. Pozivam vas da glasate. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, kemi propozimin e një deputeti Miljana Nikolić, andaj lutem deputetët që me ngritje dorë të deklarojnë për kandidatën në fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë, rezultati për kandidatën Miljan Nikolić është si më vjen: për 9 vota, 49 kundër dhe 39 abstenime. Realisht deputetja në fjalë nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur një kryetore, prandaj ftoj përfaqësuesin e komunitetit serb që të bëjë propozimin e radhës. Po treći put predlažem doktorku Miljanu Nikolić za potpredsjednika ispred srpskog naroda. Pozivam vas da glasate. Të nderuar kolegë deputet, kemi kandidatën e një, pra deputeti Miljana Nikolić, prandaj
lush deputetët që me ngritje dorë të deklarojnë për kandidatin në fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Rezultati për kandidatin Milana Nikolić është si në vjen për 9 vota, 49 kundër, 39 abstenime. Prandaj edhe për herën e tretë Rallazi nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetar të Kuvendit, prandaj ftoi përfaqësuesin e komunitetit serb që të propozoj kandidatin tjetër. Faleminderit. Sada predlažemo sljedećeg kandidata za potpredsjednika Skupštine, to je gospodin Branislav Nikolić iz opštine Štrpce, čovjek koji uživa ugled u Sjeničkoj župi i koji apsolutno zaslužuje da bude na mjestu potpredsjednika Skupštine ispred srpskog naroda. Pozivam vas da glasate. Të nderuar kolegë deputet, propozimi i Rodhës është deputeti Branislav Nikolić. Prandaj lush deputetët që me ngritje dorë të deklarohen për kandidatin në fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, rezultati për kandidatin Branislav Nikolić është si në vjen për 9 vota, 51 kundër dhe 41 abstenime. Kandidati në fjalë nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetar të Kuvendit, prandaj ftoi përfaqësuesin e komunitetit serb që të bëjë propozimin e Rodhës. Još jednom predlažemo gospodina Branislava Nikolića za potpredsjednika Skupštine i pozivam vas da glasate. Të nderuar kolegë deputet, kemi propozimin e njëjtë, pra deputetin Branislav Nikolić, andaj ju ftoj me ngritje dorë të deklaroheni për deputetin në fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë, rezultati për deputetin Branislav Nikolić është si në vjen për 9 vota, 50 kundër dhe 40 abstenime, rrjedhërisht nuk i merr votat e mjaftueshme as për herën e dytë, prandaj ftoi përfaqësuesin e komunitetit serb që të bëjë propozimin e Rodhës. Faleminderit.
I po treći put predlažem gospodina Branislava Nikolića za potpredsjednika Skupštine iz reda Srpskog naroda i pozivam vas da glasate za gospodina Nikolića. Të nderuar kolegë deputet, kemi propozimin e njëjtë, deputetin Branislav Nikolić, prandaj lutem deputetët që të deklarojnë në minutë dore për deputetin e fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, për herë të tretë Rolla Zi, Branislav Nikolić nuk merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur në këtë kuvendit. Votat janë si në vjen, për 49 kundër dhe 37 abstenime, prandaj ftoj përfaqësuesin e komunitetit sërb që të bëj propozimin e një kandidati tjetër. Faleminderit. Poštovani, sada predlažemo za potpredsjednika Skupštine gospodina Stefana Kovačevića, profesora muzičke škole i vrsnog umetnika iz reda srpskog naroda, koji bi tu funkciju mogao da obavlja na jedan izuzetno dobar i kvalitetan način predstavljajući Kosovo Pomoravlje. Pozivam vas da glasate za gospodina Kovačevića. Të nderuar kolegë deputet, propozimi i Rollës nga përfaqësuesi i komunitetit sërb në nënshkrimin e shumicës së votave është deputeti Stefan Kovačević. Lutem deputetët që më ngritë dorën të deklarojnë për kandidatin e propozuar. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, votimi është si në vend për 9 vota kundër 47 dhe 39 abstenime. Rrjedhimisht kandidati Stefan Kovačević nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur nënkryetar i kuvendit. Rrjedhimisht ftoj përfaqësuesin e komunitetit sërb të bëjë propozimin e Rollës. Ponovo predlažemo gospodina Kovačevića za potpredsjednika Skupštine i pozivamo vas da glasate za njega. Hvala. Propozimi për nënkryetar është i njëjtë, kandidati deputeti Stefan Kovačević, prandaj ftoj deputetën e ngritje dorë të deklarojnë kush është për kandidatin e fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?
Të nderuar kolegë deputet, votimi është si në vjen për 9 vota, 47 kundër dhe 37 abstenime. Rrjedhimisht, për herë të dytë deputeti Stefan Kovačević nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur nën kryetori i kuvendit, prandaj ftoj përfaqësuesin e komunitetit sërb të bëjë propozimin e radhës. Faleminderit. I po treći put pozivam da glasate za Stefana Kovačevića, kolegu, za potpredsjednika iz reda srpskog naroda u predsjedništvu Skupštine. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, kemi propozimin e një për deputetin Stefan Kovačević, prandaj los deputet që me ngritë dorë të deklarojnë për kandidatin në fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për herë të tretë radhazi, deputeti Stefan Kovačević nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur nën kryetori i kuvendit. Kemi pasur 9 vota për 48 kundër dhe 34 abstenime. Rrjedhimisht ftoj përfaqësuesin e komunitetit sërb që të bëjë propozimin e kandidatit tjetër. Poštovani, sada vas pozivam da glasate za gospodina Srđana Popovića za mjesto potpredsjednika Skupštine iz reda srpskog naroda. Srđan Popović iz Gračanice je čovjek koji ima iskustvo i u međunarodnim odnosima i bio je na istaknutim važnim funkcijama u okviru kosovskog sistema i svuda je pokazao da ima izuzetne veštine kad je u pitanju vođenja institucija. Zato vas pozivam da glasate za gospodina Popovića. Nderuar kolegë deputet, propozimi i radhës është deputeti Srđan Popović. Andaj lus deputetët që me ngritje dorë të deklarohen për kandidatin e fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, votimi për kandidatin Srđan Popović është si në vjen. 9 vota për, 50 kundër dhe 38 abstenime. Rrjedhimisht nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur nën kryetori i kuvendit, prandaj ftoj përfaqësuesin e komunitetit sërb që të bëjë propozimin e radhës. Faleminderit. Još jednom predlažem gospodina Srđana Popovića za potpredsjednika Skupštine iz reda srpskog naroda, inače bivšeg predsjednika opštine Gračanica, koji ostavio izuzetan doprinos toj opštini. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, kemi propozimin një, kandidatin Srđan Popović
Prandaj ftoj deputetët që me ngritë dorë të deklarohen për kandidatin në fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votimi si më vjen, 9 vota për, 5 dhe kundër dhe 37 abstenime, rrjedhimisht deputeti Popović nuk merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetar të kuvendit, andaj ftoj përfaqësuesin e Komunitetit Serb që të bëjë propozimin e radhës. I po treći put predlog je gospodin Srđan Popović za potpredsjednika u Skupštini iz reda srpskog naroda. Pozivam vas da glasate. Për herë të tretë radhazi kemi kandidatin për deputetin Srđan Popović, andaj edhe një herë ftoj deputetët që me ngritë dorë të deklarohen për kandidatin në fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votimi për kandidatin Srđan Popović është si më vjen, për 9 vota, kundër 49 vota dhe abstenime kemi 33, rrjedhimisht për herë të tretë radhazi deputeti Srđan Popović nuk merr numrin e mjaftueshëm të votave për të zgjedhur nën kryetar i kuvendit, prandaj ftoj përfaqësuesin e Komunitetit Serb që të bëjë propozimin e një kandidati tjetër. Faleminderit. Hvala predsjedavajući. Predstavnici srpskog naroda za potpredsjednika Skupštine predlažu Igora Simića, neko ko je doktor pravnih nauka i neko ko se uvek i na svakom mestu borio za interese i prava srpskog naroda i zato zaslužuje da bude potpredsjednik Skupštine i da bude deo predsjedništva i zato vas sve pozivam da glasite za njega. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, kandidati i radhës i propozuar është deputeti Igor Simić, prandaj lutem deputetët që me ngritje dorë të deklarohen për kandidatin në fjalë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?
deputet, votimi është si në vjen për 9 vota, 29 kundër, 36 abstenime rrjedhimisht. Deputeti Igor Simić nuk i marrë votat e mjaftueshme për të zgjedhur në kryetor, prandaj ftoj edhe një herë përfaqësuesin e Komunitetit Serb që të bëjë propozimin e rolës. Faleminderit. Još jednom pozivam sve predstavnike političkih partija da glasuju za našeg uvaženog i cijenjenog kolegu gospodina Igora Simića. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, kemi propozimin e njëjtë për deputetin Igor Simić, prandaj me ngritje dorë ftoj deputetët të deklarojnë për kandidatin e fjollë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votimi është si në vjen për 9 vota, 5 kundër dhe 37 abstenime rrjedhimisht. Për rreth të dytë, deputeti Igor Simić nuk i marrë votat e mjaftueshme për të zgjedhur nën kryetor i Kuvendit, andaj ftoj edhe një herë për propozimin e rolës. Faleminderit. Poštovani, po treći put vas pozivam da glasate za kandidata ispred Srpske zajednice za potpredsjednika Skupštine, gospodina Igora Simića. Hvala. Të nderuar kolegë deputet, kemi propozimin e njëjtë, deputetin Igor Simić, prandaj me ngritje dorë ftoj deputetët të deklarojnë. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, kemi 9 vota për, 5 kundër dhe 31 abstenime. Për herë të tretë radhazi, deputeti Igor Simić nuk ka marrë votat e mjaftueshme për të zgjedhur nën kryetor i Kuvendit, andaj deri më tani janë zëruar propozimin për 9 kandidatët e deputetit Komunitetit Jo Shumicë Serb, asnjëri prej tyre pas 3 tentative nuk i ka marrë votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetor. Prandaj ftoj përfaqësuesin e Komunitetit Jo Shumicë Serb të vazhdojë propozimin e kandidatit tjetër nga Komuniteti Serb për pozitën e kryetorit. Faleminderit. Ftoj përfaqësuesin e Komunitetit Jo Shumicë Serb të vazhdojë me propozimin e kandidatit tjetër nga Komuniteti Serb për pozitën e nënkryetorit.